Kush ka vajza, botën ka. Vajza është ilaç për shpirtin e tjerë. Si nën kanë vajzën edhe djalin. Me këtë video, unë dua t'ju them që si ke vajzën, si ke dhe djalin, mjafton kultura dhe edukata që ata marrin. Dashuria që ata kanë në shpirt, humanizmi që kanë për të ndihmuar të tjerët, nuk ka të bëjë fare gjinia. Mjaft me këto stigma. Dhe një këshill tjetër për të gjithë ata që nuk pushojnë duke sharë nuset, sikur e majnë nënën dhe babajnë prindrit e tyre dhe ja taksin nusës së tyre. Ndërkohë harrojnë që ajo nuse, ajo vajzë ka dhe dy prindër në anën e saj. Ka dhe obligimet e saj personale dhe familjare. Ka dhe një punë apo një karrierë. Dhe mbi të gjitha, e vetmja fjali që më vret është kur nuk e mbajti nusja, ja shkatroi familjen, nuse e keqe, që është ajo nusa ashtu. Nëse ke përgjegjësinë që të marrësh përsipër të mbash